Një grua e re e bllokuar për më shumë se 65 orë u shpëtua nga ranojat e një apartamenti të shembur në Mandalay të Myanmarit të hënën nga ekipi kinez i shpëtimit. Të hënën në mëngjes, forcat kineze nxorën një grua 29 vjeçare nga ranojat e kompleksit të apartamenteve Sky Villa në Mandalay, ku përpjekjet intensive të shpëtimit kishin vazhduar për 13 orë. Ekipet e shpëtimit u informuan nga të afërmit e gruas së bllokuar nën rënoja. Pavarësisht kushteve jashtëzakonisht të vështira në vend, shpëtimtarët më në fund e nxorën atë nga rënojat. Ajo ishte e mbijetuara e tretë që u shpëtua nga ky vend, pas operacioneve të mëparshme të suksesshme, ku shpëtoi një fëmijë dhe një grua shtatzën, që prej tërmetit shkatrues që goditi Myanmarin qendror të premten, ekipet e shpëtimit kanë luftuar me kohën për të gjetur të zhdukurit. Ekipet e shpëtimit i kishin siguruar gruas së bllokuar ushqim dhe ujë përmes boshllëqeve në rënoja, duke e ndihmuar atë për ta mbajtur të ndërgjegjshme gjatë operacionit të shpëtimit. Këto operacione po zhvillohen ende, ndërsa ekipet e urgjencës vendase dhe ndërkombëtare vazhdojnë përpjekjet e tyre për të kërkuar dhe shpëtuar të mbijetuar të tjerë.